Një 23 vjeçar me shtetësi franceze është vënë në prangat e policisë së Tiranës në kuadër të një operacioni të mirë organizuar antidigital që synonte goditjen e krimeve kibernetike që dëmtonin qytetarë shqiptar përmes mashtrimeve me të dhënat bankare. I riu identifikuar si Adem Said dyshohet se ka qenë organizatori dhe ekzekutori i një skene të sofistikuar mashtrimi, përmes së cilës ka arritur të mashtrojë qindra shtetas shqiptar, duke i nxjerrë ata në kurthin e një skeme të tipit phishing. Sipas informacioneve zyrtare të policisë së shtetit, 23 vjeçari dërgonte mesazhe me linqe të rreme në emër të një banke të nivelit të dytë në Shqipëri. Këto mesazhe që u vinin qytetarëve përmes një SMS-je ose emaili përmbanin lidhje të cilat drejtonin në faqe false që ngjanin me ato zyrtare të bankës. Përdoruesve u kërkohej të plotësonin të dhënat personale dhe bankare, duke përfshirë dhe kodet e sigurisë. Pasi i siguronte këto të dhëna, i dyshuari i përdorte ato për të hyrë në llogaritë bankare të qytetarëve dhe për të tërhequr para, qoftë përmes bankomateve, qoftë nëpërmjet aplikacioneve bankare në celular. Adem Said u kap në flagrancë nga forcat e policisë pra një bankomati në Tiranë, teksa po tërhiqte para nga një llogari bankare që dyshohet se ishte përfituar përmes mashtrimit. Arrestimi erdhi si rezultati një hetimi të thelluar dhe të ndjekur me teknologji të avancuar nga strukturat e drejtorisë për hetimin e krimeve kibernetike, në bashkëpunim me sektorin e hetimit të krimeve kibernetike në Tiranë dhe drejtorinë e forcës së posaçme operacionale. Në cilësinë e provës materiale gjatë kontrollit fizik dhe elektronik të arrestuarit, policia ka sekuestruar 3 telefona celular, të cilët dyshohet se janë përdorur për komunikim me viktimat dhe për administrimin e të dhënave të vjedhura. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Tiranë ka nisur procedimin penal ndaj të arrestuarit për veprën penale, mashtrim kompjuterik, ndërhyrje në të dhënat kompjuterike. Sipas burimeve zyrtare, dëmi financiar i shkaktuar nga kjo skem për llogaritet në shifra të konsiderueshme, ndërsa hetimet po vijojnë intensivisht për të identifikuar bashkëpunëtorë të tjerë të mundshëm, si dhe për të zbuluar të gjithë rastet e mashtrimit që mund të jenë realizuar nga ky rrjet mashtrimi.